Po, përshëndetje edhe për juve në studio dhe gjithë ata që po vazhdojnë të na shikojnë. Atëherë ka përfunduar seanca solemne për 28 vjetorin e epopesë së ushtrisë shërimtare të Kosovës, ku përveç krerëve të shtetit dhe deputatëve të kuvendit të Kosovës, në sallë ishin edhe nga familja Jashari dhe ambasador të vendeve të huaja. Më konkretisht, afër presidentes së vendit Gjosa Osmani ishte Baca Rifat, pra që po qëndronte në këtë seancë solemne. Fjalën e para për t'ju drejtuar qytetarëve mori pikërisht presidentja e vendit Gjosa Osmani, e cila tha që e nderon sakrificën e familjes së Jashari dhe më vonë, pra pas saj, fjalën e mori edhe kryetaria e kuvendit Albina Haxhiu, pastaj kryeministri Albin Kurti, ku të tëra pra krerët e shtetit e nderuan, dërguan sa më lartë familjen Jashari për 5, 6 dhe 7 marsin, ditët e epopesë së ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke thënë që familja Jashari ka dhënë kontributin më të madh për Republikën e Kosovës dhe ka dhënë sakrificën pra më të madhe për jetët e tyre. Për këtë gjë folën edhe nga partitë opozitare, pra Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lumira Abdigjiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës, gjithashtu edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës foli deputetja Time Kadria. I mos të harrojmë nga lëvizja vetëvendosje, një fjalë raste e pati edhe deputetja Shqipe Selimi, ku edhe këta ju drejtuan familjes Jashari dhe qytetarëve të saj, duke thënë që kjo liri është fal tyre, pra fal sakrificës familjes Jashari në prekaz. Por ajo që ka vlen të përmendet dhe ka qenë edhe temë diskutimi edhe sot është çështja e presidentit. Sot pikërisht është dita e fundit për këtë gjë dhe kemi pasur deklarime para hyrjes, para fillimit të kësaj seance solemne edhe nga kryeministri Albin Kurti dhe tashmë kandidati për këtë post që është Glau Kunjusa, zëvendës kryeministër i parë aktualisht dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës. Kurti ka thënë që e ka përsëritur që sot jemi për çështjen për ditët e epopesë, pra për seancën solemne dhe ka treguar me agjencë se çka do të vazhdoj prap, por ka thënë që masdite e kemi patjetër pra të shikojmë nëse do të bëhet çështja, do të zgjidhet çështja e presidentit, duke thënë që do ta shohim nëse do kemi një kundër kandidat pra për Glau Kunjusën nga partitë opozitare. Njëjtë ka folur edhe Glau Kunjusa pra para hyrjes së tij në këtë seancë solemne, duke thënë se po e presin një kandidat nga partitë opozitare, duke lënë të nënkuptohet që nëse do të ketë një kundër kandidat që do të jetë më i mirë se ai, edhe ai vetë do ta votoj, por e dim që Kunjusa nuk mund të ketë vot për çështjen e presidentës për shkak që është pjesë e kabinetit qeveritar. Ai gjithashtu kur u pyet se pse ju janë emri i lëvizjes vetëvendosje për president, kur keni thënë më herët që një gjë e tillë nuk është, pra Kunjusa ka thënë që vetëvendosje tokë të bën, duke e arsyetuar pra kandidaturën e tij nga lëvizja vetëvendosje dhe duke thënë kur u pyet gjithashtu se për çfarë nuk po e kandidoni edhe një kandidat tjetër pikërisht nga ky subjekt politik për shkak që i kanë edhe 33 nënshkrime, Kunjusa tha që këtë po ja lëm partive opozitare pra ta kenë një kundërkandidat, sepse nëse nuk e votojnë Kunjusën, nuk e ka të qartë se për këtë do të votojnë pra partitë opozitare në seancën për çështjen e presidentit. Kur jemi te seanca për çështjen e presidentit, një është paralajmëruar dje, por nuk është mbajtur për shkak pikërisht kësaj gjëje që është vetëm një kandidat aktualisht me nënshkrime të mbledhura për çështjen e presidentit, nuk ka një kundërkandidat, për sot ende nuk kanë treguar nëse kjo seancë do të thirret nga partia pra që e ka një kandidat aktualisht dhe nëse do ta votojnë, do ta kandidojnë edhe një person tjetër për këtë emër, pra për emrin e presidentit. Nga partitë opozitare nuk kanë pranuar të flasin për të treguar sa do të ketë një emër pas dite, por ajo çka duhet të tregohet është që nga presidenca kanë paralajmëruar një konferencë për media për shkak që gazetarët tentuan të marrin një përgjigje nga shefja e shtetit Gjosa Osmani për këtë çështje, pse nuk është e kandiduar nga lëvizja vetëvendosje dhe si sheh kandidimin e Kunjusës. Ajo nuk foli duke u referuar se janë ditët e epopesë, pra ka qenë seanca solemne, por nga kabineti i saj thanë që ndoshta shumë shpejt pas
pas dite do të ketë një konferencë për media shefja e shtetit ku do t'ju drejtohet qytetarëve me pra deklaratën e saj për këtë çështje, për çështjen e presidentit. Ka pasur polemika gjithashtu edhe për nënshkrimet që janë ofruar nga lëvizja vetëvendosje zonjës Osmani për kandidaturë, por nga këta të fundit, nga zyra e presidencës kanë thënë që kjo është një gënjeshtër për shkak që të këto nënshkrime nga lëvizja vetëvendosje nuk janë ofruar. Edhe një detaj tjetër e harrova që sa ishim në seancë solemne, ende pa filluar, kur ulën pra njëri tjetrit Baca Arifat dhe Vjosa Osmani, pra presidentja e Kosovës, ardhën dhe përshëndetën liderët e partive opozitare dhe krerët e shtetit, por nuk erdhi për t'ja zgjatur dorën Albin Kurti, pra kryeministri i Kosovës, presidentës Vjosa Osmani. I foli Glau Konjuca, që është zëvendës ministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës, më konkretisht edhe kandidat për president. I foli edhe kryetarja e kuvendit Alburin Haxhiu, por nuk i foli, pra shkoi drejt në vendin e tij kryeministri Albin Kurti. Për të parë sa do të ketë mbledhje të grupeve parlamentare, do të ketë edhe sot ndonjë takim në mes liderëve të partive Kurtit me Hamzën Abdigjikun ose edhe me ndonjë përfaqësues nga Alianca për Avërinë e Kosovës, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në kuvendin e Kosovës, më konkretisht në oborrin e tij, dhe do t'ju informojmë me kosa do të ketë të reja, qoftë për çështjen e konferencës së zonjës Osmani, qoftë edhe për çështjet e tjera që pritet të bëhen edhe në seancën për presidentin, por edhe në deklarime apo takime të liderëve të partive. Studio? Detaje që dhe nga seanca solemne që u mbajt sot